Një bisedë e papritur mes Labinotit dhe Tonit ka hapur një temë të ndjeshme brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, duke sjellë reagime të ndryshme si nga banorët, ashtu edhe nga publiku. Në një moment relativisht të qetë, larg debateve të zakonshme dhe tensioneve të ditëve të fundit, Labinoti i drejtoi Tonit një pyetje direkte: "A ke përdorur ndonjëherë marihuan?" Pyetja u bë patone provokuese, por mënyra e drejtpërdrejtë me të cilën u formulua e bëri bisedën menjëherë të ndjeshme. Toni u befasua për një çast, por më pas u përpoq ta trajtonte temën me qetësi, duke e kuptuar se në një ambient si Big Brother, edhe bisedat më personale marrin peshë publike. Kjo bisedë solli në pa një tjetër dimension të marrëdhënieve mes banorëve, hapjen ndaj temave tabu dhe gatishmërinë për të folur për përvoja personale pa maska. Labinoti, i njohur për stilin e tij të drejtpërdrejtë dhe pyetjet pa filtra, e shtroi çështjen si pjesë të një diskutimi më të gjerë për zgjedhjet personale, presionet shoqërore dhe mënyrën se si njerëzit përballen me to. Nga ana tjetër, Toni u përpoq të ruante ekuilibrin mes sinqeritetit dhe kujdesit, duke qenë i vetëdijshëm se çdo përgjigje e tij do të analizohej jo vetëm nga banorët brenda shtëpisë, por edhe nga publiku jashtë saj. Ai theksoi se temat e tilla janë personale dhe se secili njeri ka historinë e vet. Duke nënvizuar rëndësinë e mosgjykimit dhe respektit për zgjedhjet individuale, biseda u zhvillua në prani të disa banorëve të tjerë, të cilët dëgjuan me vëmendje, por pa ndërhyrë drejtpërdrejtë. Atmosfera mbeti e qetë, megjithse tema në vetvete ishte e ndjeshme. Për disa, kjo ishte një shenjë e maturisë së banorëve për ta trajtuar një çështje delikate pa e kthyer në debat apo konflikt. Reagimet e publikut nuk vonuan. Në rrjetet sociale, ndjekësit e Big Brother Kosova nisën diskutime mbi faktin se sa e drejtë është që çështje të tilla personale të trajtohen publikisht, ndërsa të tjerë e panë këtë bisedë si një hap drejt normalizimit të dialog.